Këtu është horoskopi i premte 12 dhjetor 2025. Përshëndetje dhe mirë se vini në kanalin Horoskopi i Fationit. Dashi. Në fushën e punës dhe studimit është më mirë. Fati vjen për një takim të veçantë. Demi. Mund të përjetoni një mundësi të mirë, një hakmarrje të madhe edhe në funksion të së ardhmes. Dashuri e këndshme dhe ditë emocionuese takimesh. Binjaket. Mund të përballoni të jetoni një situatë shumë interesante që ndikon edhe në ndjenja. Një nga dhuratat që ju jep dita është një sens humori i shkëlqyer. Gaforja. Ditë për të vlerësuar pozitivisht, veçanërisht nëse duhet të bëni një kërkesë ose të sillni një ide. Në dashuri do të gjeni ëmbëlsinë. Luani. Një ditë e qetë, nuk keni shumë forcë dhe gjatë ditës mund të përjetoni pak zemërim ose të jeni kundër një personi që përpiqet t'ju bllokojë. Virgjeresha. Dallimi me të kaluarën është se më në fund keni një shans për të pohuar veten. Është koha e duhur për të kuptuar në cilën rrugë po shkon dashuria. Mos u hutoni shumë. Peshorja. Sot është një ditë e vlefshme për ata që janë të vetpunësuar dhe presin disa të ardhura më shumë. Në dashuri është e mundur të merrni një sqarim të rëndësishëm. Akrepi. Tani mund të mprehni armët dhe të rivendosni urdhër në situata të pezulluara. Ditë e dobishme për të ringjallur ndjenjat. Shigjetari. Sot është pak më mirë se sa ditët e fundit, ka pasur disa konflikte me autoritetet, me disa kolegë. Sonte do të jeni më të disponueshëm, edhe me partnerin tuaj. Në dashuri mund të tentohet një shërim. Bricjapi. Mos në vlerësoni se çfarë po ndodh në këtë periudhë, sepse mund të keni shumë më tepër burime. Trajtojeni veten me disa momente relaksi. Për çifte e forta do ketë shumë kreativitet, biznes i vogël. Ujori. Nëse ka pasur një konflikt, duhet të përpiqesh ta zgjidhësh, nuk mund të vazhdosh kështu në punën tënde, mund të kërkosh një mjedis të ri ku të operosh, në dashuri dëshironi mbrojtje. Peshqit. Studim i mirë dhe aktivitet praktik. Një takim i veçantë mund t'ju duket interesant. Nëse nuk doni të humbisni horoskopin, regjistrohuni në kanalin dhe aktivizoni njoftimet. Ditën e mirë.